Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Krip dhe vaj ulliri, sekreti që kuron artritin një herë për gjithmonë. Ekziston një përzierje e thjeshtë e cila ndihmon në lehtësimin e të gjitha dhimbjeve të osteoporozës dhe pas përdorimit të saj nuk do të ndjeni dhimbje për disa vjet. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhet një përzierje me vaj, perimesh të parafinuara dhe krip dhe të masazhoni pjesën e qafës dhe shpatullat. Përbërësit e kësaj recete janë 10 lugë krip dhe 20 lugë vaj, ulliri ose lule dielli sipas dëshirës tuaj. Në fillim, ju duhet që të përzieni vajin dhe kripën mirë dhe vendoseni në një shishe qelçi dhe aty lëreni për disa ditë. Përbërjen çdo mëngjes masazhojeni pjesën e qafës dhe shtyllës tuaj kurrizore për 2 deri në 3 minuta në fillim. Pas përfundimit, fshiheni qafën dhe shpatullat me peshqir të lagur dhe të ngrohtë. Çdo ditë rrisni kohëzgjatjen e masazhit për 2 deri në 3 minuta. Këtë masazh duhet ta aplikoni për 10 ditë. Pas 8 apo 10 procedurash ju do të vini re ndryshime rrënjësore. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo edhe në Shqipëri. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia e tyre është rritur. Dhimbja në gjuhë është padyshim një nga problemet më të zakonshme shëndetësore dhe disa nga shkaqet të dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, fraktura, dëmtime dhe paqëndrueshmëritë e ligamentit. Shpesh për të kuruar këto dhimbje ne duhet të bazohemi tek mjekësia alternative e cila mundet që të rezultojë shumë efikase dhe nga ana tjetër duhet të keni parasysh se ekzistojnë disa receta natyrale të cilat munden t'ju ndihmojnë ju në shërimin e dhimbjeve të kockave. Si për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa mund ta imagjinoni. Piperi i kuq përmban kapsaicinë e cila shkakton një ndjesi të ngrohtë rrezonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë piper i kuq, 1 filxhan vaj ulliri. Udhëzime: përzieni përbërësit të gjithë për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë më pas në zonën e prekur. Përsëriteni këtë proces 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti të fuqishme anti-inflamatore dhe nga ana tjetër në mënyrë efikase trajton dhimbjet në gjuhë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani vaj kokosi. Udhëzime: ngroheni vajin për 3 minuta dhe pastaj e aplikoni atë në gjuhë duke masazhuar nëpërmjet gishtave. E lini që të veprojë për disa orë dhe pastaj lani pjesën e gjurit. Përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë. Këshillohet të konsultoheni me mjekun para çdo recete që vendosni ta aplikoni. Ashtu si çdo makinë me kalimin e kohës, kockat dhe trupat tanë konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe të presionit. Nyjet janë pikat ku 2 kocka takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është më e madhja e trupit të njeriut dhe ajo trajton një sasi të madhe të stresit pasi mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur pjesën e sipërme të trupit. Me kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave që formojnë bashkimin mundet që të përkeqësohet. Për më tepër ka gjithashtu gjasa që të formohen në lëngje me qese në kupën e gjurit të cilat mundësojnë lubrifikimin e nyjeve. Këto qese mund të jenë të acaruara nëse lëndohen duke çuar kështu në bursit. Ka shumë shkaqe potenciale për dhimbjen e nyjes së gjurit. Ka një gjendje kronike e cila ndodh kur kërci midis eshtrave është thyer. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimune e cila ndikon në nyje
duke shkaktuar rëntje, inflamacion i qeskave fluide para ose prapa gjurit, sëmundje imunologjike, lëndimet ose lëvizje e tepërt, inflamacion i tendinave, një formë artritit në të cilën grumbullohet ujë. Për fat të mirë, për gjunjët tona ka mjete natyrore për të luftuar inflamacionin dhe për të lehtësuar gjithashtu dhimbjen e gjurit. Përmban anti-inflamator dhe analgjezik efektiv, prandaj le t'i hedhim një sy këtyre përbërësve. Speci djegës është përdorur nga amerikanët për të lehtësuar dhimbjet. Kapsaicina është një substancë kimike e pranishme në përqëndrime të ndryshme tek speci, e cila gjithashtu lehtëson dhimbjen përmes një shumëllojshmërie mekanizmash. Së pari, kapsaicina parandalon transmetuesin e dhimbjes kimike, substancën P që të arrin në tru. Së dyti, kur zbatohet depërton në lëkurë për të defunksionalizuar fibrat që i përgjigjen stimujve të dhimbjes. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina parandalon fibrat nervore që të ndjejnë dhe të transmetojnë dhimbjen. Së fundmi, kapsaicina parandalon përhapjen e dhimbjes në zona të tjera. Një studim i një përqendrimi prej 8% kapsaicin të aplikuar në menaxhimin e dhimbjeve gjeti se aplikimi për vetëm një orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjeve deri në 12 javë. Kapsaicina është gjithashtu efektive për sëmundjet inflamatore të lëkurës të tilla si psoriasis dhe gjithashtu ekzema. Speci djegës shërben për lehtësimin e inflamacionit. Uthullmolle, ekstremisht e dobishme për shëndetin e njeriut në një gamë të gjerë aplikimesh. Uthulla e mollës është një anti-inflamator i fuqishëm që mundet të lehtësojë dhimbjet e nyjeve. Acidi acetik që gjendet në uthull të mollës depërton gjithashtu në lëkurën tuaj dhe mundet të ndihmojë në thyerjen e kristaleve të acidit që formohen në nyja. Gjithashtu është zbuluar se acidi acetik siguron lehtësim efektiv për tendinat dhe inflamacionin e nyjeve. Përveç kësaj, uthulla e filtruar përmban gjithashtu minerale si kalcium, magnez, kalium dhe fosfor. Vaj ulliri është një mjet i shkëlqyer anti-inflamator dhe gjithashtu i butë. Xhenxhefili ka veti të fuqishme anti-inflamatore, fitokimik, pengon një përgjigje të tepruar imune që shkakton inflamacion. Një studim i vitit 2014 i aplikimit të përditshëm të xhenxhefilit në nyjet tuaja ka zbuluar se redukton dhimbjen. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë recetën. Ju mund të aplikoni këtë pastë në çdo nyje për të zvogëluar inflamimin dhe për të lehtësuar dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetë duke përzier gjysmën e sasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mundet që të jetë i fortë dhe vaji i ullirit gjithashtu e pakson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës do të reduktojnë gjithashtu inflamacionin nëse i hani. Mbani në mend se speci djegës mund të bëjë me njolla rrobat, prandaj keni kujdes me veshjet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me spec djegës pluhur, 1 filxhan uthullmolle ose gjysmë filxhani vaj ulliri të pastër dhe gjysmë filxhani me xhenxhefil të grirë. Shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthullmolle ose vaj ulliri të ngrohtë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikoni pastën në zonën ku keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni atë që të veprojë për 20 minuta. Më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe thajini. Masën e përgatitur mbajini në frigorifer dhe tundeni mirë përpara aplikimit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.